Rikthehemi shikues të nderuar nga salla Sezair Surojt për të përcjellë edhe pjesën e dytë takimin ndërmjet e Bashkimit dhe Beslidhjes. Ndeshja për të gjithë ata që janë kyçur me vonesë, kjo ndeshje bën pjesë e Gjirës së katërt të Ligës Unike dhe është përplasja e dytë ndërmjet këtyre dy ekipeve. E para në Shqipëri ishte fituar nga Beslidhja me rezultat 81-77. Ndërkohë shohim edhe rezultatin e të dy çerekëve dhe si rrjedhoi rezultatin pas 20 minutave. 4 pike përsi për musaferët. Ekipi i cili nuk di përhumbje në këtë edicion. Në 5 ndeshjet të fundit Beslidhja ka fituar të gjitha, është lider dhe udhëheqë ligën shqiptare të basketbollit në vend të parë me 15 fitore dhe asnjë humbje. Wendell Green Jr., lojtari më efikas tek Bashkimi me 11 pikë. Green Jr. gjithashtu me 5 asistime dhe 2 kërcime. Posedimi i parë i topit shkon për Beslidhje. Bernard për Hysa. Përsëri Hysa, Eldi Hysa. Deportimi është i mirë, por nuk ka pika përsëri topi nga Brian Bernards, i cili ndalë me fall nga Eric Copes. Do t'jetë kjo personale e dytë për lojtarin e Bashkimit. E dytë lira për playmakerin e Beslidhjes, Brian Bernard. Shënon të parën, pika ti e 6. 2 kërcime, 3 asistime. Ndërkohë shohim për një çast edhe Sasha Jankovic. Kryetarin e ekipit të Bashkimit. E Bernard shënon edhe pikën e dytë nga kjo vizitë, nga gjuajtjet e mira. 7 pikë për të. Wendell Green Jr., Altin Morina Jr. për Williams. Zekici, i 2 fishuar, i 3 fishuar, arrin të bën postimin e topit, topi shkon për Copes, ka foul nga Filbert Weeks, i cili bën personalin e dytë. Ja, edhe një Zekici i vëmendshëm, të rresh me vete 2 lojtar për të pasuar këto drejt të Eric Copes, i cili ka 4 pikë, 6 kërcime dhe 2 bloka, 3 në fakt. Shënon të parën, 7 pikë, 5 pikë kërkon ndjes. Nuk shënon në gjuhën e dytë. 41-46. Përsëri Brian Bernards. Pasimi është i vështirë për Weeks, i cili bën pranimin e topit. Lëvizje mashtruese dhe gjen hapësirën për të lëshuar topin. I kujdesshëm ishte aty Eric Copes për mos ta bërë personalin e tretë. Leon Pikeleta, Wendell Green Jr. për Altin Morinën. Junior gjuan për 3. Shënon Wendell Green Jr. Treshja ti e tretë. Bernards. Pasimi për Weeks, përsëri në atë pjesë të lirë, bloku nga Eric Copes, apo? Jo, Samir Zekici bën foul. Zekici me personalin e dytë. Ta shohim edhe një herë. Faulli ishte Samir Zekici. Nuk shënon të parën. Weeks. 5-2 nga vija gjytët e lira për lojtarin me 10 pikë, është më efikasi pas Carrick, i cili ka 14. As të dytë nuk e shënon në qendra Filbert Weeks. Rezultatin mbetet 44-48. Altin Morina për Wendell Jr. Dirk Williams. Morina. Green. Altin Morina, Williams, gjysëm distancë kësaj radhe, efikas nga jo pozitë, jo e letë. Dirk Williams,
për 46-48. Mbrojtja mirë nga Green Junior. Bën presion. 18 sekunda për bestlidhjen. Hysa gjuan për 3. Hysa nuk shënon. Weeks kap topin atë pjesë të lyer, gjendet mirë, nuk shënon. Nën presion. Nuk gjen rrugën për të përfunduar aksione. Zekici, Williams, ngrit në dy lojtar, pasimi diagonal për kënd tjetër pas. Wendell Junior i cili kësaj radhe nuk shënon. Carrick për Hysa. Dalhovi për zbritjen e bashkëlojtarëve, pasimi ndërprer nga Williams, 2-2 në kundërsul. Williams, Altin Morina, Dalhapin, Wendell Green Jr., Altin Morina për Samir Zekicin. Copes në mes e dy lojtarëve, Copes është i sakt. 48-48 barazot rezultati për herë të tretë. E tashme dhe publiku inkuadrohet në lojë. Në zhurmë ndaj aksionit të ekipit të bestlidhjes. Weeks për Brian Bernard. Një mismatch. Weeks, 2 sekonda për aksion. Weeks gjuan, shënon. Jo nga dëshira, por nga sikleti dhe i detyrueshëm ishte lëshimi i topit. Doli tjetë i suksesshëm për Weeks. 2 pike për si, për bestlidhjen. Green Junior, Samir Zekici. Hysa, mbrojtja mirë, diagonale, Altin Morina për Eric Copes tashmë në anën tjetër. Qarkullimi fenomenal, kërkohet vetëm një treshe. Altin Morina. 51-50. Bernard për alley-oop. Nuk kompletohet. Hysa. Mbrojtja mirë nga bashkimi, edhe 7 sekonda. Bernard brapa shpinës, vallëzon ato, por nuk krijon asgjë. Weeks përsëri në pjesë të lirë dhe kaloi 24 sekonda. Mbrojtja fenomenale e bashkimit në këtë aksion të fundit. Ka mbuluar dhe mbyllur të gjithë lojtarët dhe korridorët. Kjo natërisht kërkon dhe konsumon energji. Të shohim si do të organizohen në sulm. Eric Copes nga pjesë të lirë, pasimi është i gabuar në fakt. Ngarton me top aty Bernard për Hysa, i cili shënon. 51-52. Wendell Green Jr. Intensiteti jashtëzakonisht i lartë i lojës. Një tjetër top për paksa i vjedhur, por me fat është ekipi i bashkimit, pasi që lojtari i bestlidhjes kishte rënjashtë vije sansore. Green Jr. Dirk Williams, Altin Morina, i topi për një qast, arrin të kontrollon atë me nervozizëm. Eric Copes nga këndi, Samir Zekici për 3, nuk shënon dhe topi takon bestlidhjes. Kësaj radhe bestlidhje me mbrojtje të mirë, detyron një gjuajtje të vështirë në këtë aksion të fundit nga Samir Zekici. 51-52, 5 minuta 19 sekunda deri në fund të çerrekut të tretë. Kujtojmë edhe një herë, Liga Unike përbëhet nga 2 grupe, grupa A dhe grupa B. Në grupën A bëjmë pjesë këto 2 ekipe, bestlidhja kryeson. Është në vend të parë, në vend të dytë vllazënimi, bashkimi në të tretën dhe Teuta në vend të katërt. Wendell Green për Williams, i cili rrëmbehet topi nga Carrick dhe do të kemë pikë të lehta me këtë ngulitje. Xander Bowers bën e përsim prej 3 pikësh për bestlidhje. Wendell Jr. foul nga Marvin Prodoni. Për Prodoni kjo është personalja e dytë. Age inkuadrohet në lojë në vend të Marcelius Carrick.
cili ka 14 pikë, është më efikase tek beslidhja. Williams për Eric Copes, për Sri Williams, Wendell Green Jr. Mbulimi i lojtarëve është i jashtëzakonshëm. Gjendet Eric Copes, i cili nuk shënon. Williams bën faull ndaj Eldi Hysës. Ndërkohë që Dirk Williams bën personalin e dytë. Marvin Prodani. Pasimi në atë pjesë të lyre për sëri Weeks në luftë kundër Copes, por ka shkelur vijën anësore qendra. Filbert Weeks. Bunjako do ta filloj organizimin e lojës së aksionit të radhës për bashkimin. Max Smith riklihet në lojë. Zekici për Bunjakun. Lëvizje vazhdueshme e lojtarëve të bashkimit. Max Smith, Eric Copes, Bunjaku me 2 hapsh. Vetë i bambuluar një huti momentale në mbrojtjen e beslidhjes, shfrytëzohet maksimalisht në Valon Bunjaku. 53-54. Prodani, foul nga Copes, i cili bën faullin e tretë. Eric Copes sinjalizon bankën, më saktësisht kryetani Sasha Jankovic. Prodani, Hysa, divizje bukur, Hysa hyn në pjesë të lirë, kërkon Weeks, i cili nuk arrin të banë topin përsëri. Topi del jashtë vijave kufizuese dhe Hysa largohet nga loja. Ka kryetari Afrim Bilali i pakënaqur me këtë vendimarrjen e tij të fundit, Alimani në vend të tij. Dirk Williams, Samir Zekici. Williams. Gjojtja e cila nuk hyn. Ka faull nga Eric Copes. Kjo është e lashë. Eric Copes me personalin ti të 4. Largohet Weeks tek beslidhja. Grashdani inkuadrohet në lojë. Eric Copes lëshon për bashkimin dhe në vend të tij është Meriton Ismaili. Dhe kemi 2 të lira për Joshua H. Shënon të parë. Pika ti e 5. 3 kërcime, 1 asistim. I sakton në gjujtën e dytë. 53-56. 3 minuta 10 sekunda në çerekun e tretë. Dirk Williams, Ismaili. Për Bunjakun. Për sëri Ismaili. Agresiv është mbrojtja nga beslidhja. Dhe e shpejt Ismaili, Bunjaku, Max Smith për 3. Nuk shënën. Mociare për musafirët të shtojnë në përsinë e cile për momentin është vetëm në 3 dhe tashmë 8 dhe kemi time out, kërkon 1 minutë pushim Sasha Jankovic. 2 minuta 42 dhe në fund të çerekut të tretë. 5 pike përsi për beslidhjen.
Max Smith për Dirk Williams, Bunjaku, rivendoset, Gjuan nuk shënon. Kontrollohet topi e Leon Alimani. Prodani, balën Bunjaku në luftë për atë top. Në ndim vjen Max Smith, nuk ka top të vjedhur dhe ka fall nga Sami Zekici dhe Joshua Age, i cili do të vjen përsëri në vijën e gjujtjeve të lira. Gjash pikë 3 kërcime, 1 asistim për Age. I shkurt kësaj radhe nga vija gjyteve të lira, 3-2. I shkurt edhe kësaj radhe, Dirk Williams në kërcimin e 4. Zekici do të shkoj vetë deri në fund, blokohet në atë depërtim nga Grashdani. Apo jo, ishte Alimani, kërkoj ndjes. Tashmë bashkimin e bonus dhe të kemi 2 të lira. Edhe njerë Alimani Peste 3, peste 9. Nuk shënon në të dytën, 6 pike për si. Bunjaku, Max Smith, Dirk Williams, Meriton Ismaili, Dirk Williams për 3, nuk ka pik. Më i lartë në mbrojtje, Bowles. Prodani bën depërtimin, nxjerr topin jashtë për Bowles, përsëri Prodani. Age për 3, i sakt Joshua për 5 me gjallë të 1. Kjo është depërsia më e lartë e ekipit të Bestlidhjes në këtë takim. Max Smith, Bunjaku, Zekici, Bunjaku për Max Smith, i cili rregullon nishanin dhe sjell piket e para për Max Smith në këtë takim. Në anën tjetër, kundër përgjegjja në mas të njëjtë nga lojtari i Bestlidhjes Joshua Age për 56-65. Smith, Williams, Bunjaku. Bunjaku e në pjesën e lyrë, ka faul. Ja, shumë edhe një depërtimin e Bunjakut në kërkim të... Në fakt kjo është tresha. Apo jo, kërkoj ndjes depërtimi i Bunjakut. Tresha nuk numërohet nga Max Smith. Williams, Ismaili, Max Smith, Smith për Williams, Greenair. Lojtarën e Bestlidhjes Alimani, i cili me njëherë i vjen në ndihmë. Ja dhe një divizje menqër kjo nga Meriton Ismaili, i vetëdijshëm që ishte rrethuar me 3 lojtar. Gjëja e vetme që ka mund të bëj. 2 të lira për Ismaili, 5 pikë për të deri më tani. Shënon në gjyqjen e parë. Por jo edhe në të dytën. Më i larti ishte Age, cili pasimi të cilin Max Smith tentoi të ndërprej. Ishte i vonshëm, pasi që lojtari i Bestlidhjes kishte bërë pranimin e topit dhe një tjetër vendim i gjyqtarëve, i cili është i drejtë. Përsëri Amerikani në pozicionin ku me mundësi për të shënuar 2 pikë
Shënon të parën. I saktë në të dytën. Rikthejt e përsia prej 10 pikësh. Max Smith. Bunjaku. Faul. Do të ketë 2 të lira. Apo? Jo. Personale nga Marvin Prodoni. I cili ka 3 personale. Bunjaku në vijën e gjujtive të lira. Shënon të parën, pika e 3 për Valon Bunjakun, hera parë në vijën e gjytive të lira për playmakerin e Bashkimit. 58-67, shënon të dytën, 59-67, 30 sekonda, tashmë pressingu gjatë tërë fushës nga ekipi Bashkimit. Edge, Prodani, Alimani, blokohet. Mire topi përsëri, mundësia e dytë për ekipin e Beslidhjes. Gatuat me top dhe të shojmë. Topi i takon Bashkimit, apo? Po. Hajdari. I rrethuar në mesin e 3 lojtarëve nuk arrin ta përfundon aksionin të gjitha sekondat e metra. I takojnë Bashkimit. 8 më saktësisht. Dirk Williams nga këndi, Ismaili për 3. Oh, hynë dhe dela i top. 59-67. Dhe e këtë përfundon në Qereku i tretë, ndëruar shikues. Qerek i cili i takoj ekipit të Beslidhjes 19-23 dhe si rjedhoj e përsia prej 8 pikësh i takon Musafirve. Rikthemi pas pak. Rikthehemi shikues të nderuar për Qerekun e fundit të katët. 59-67 për ekipin e Beslidhjes. Wendell Green Jr. nga këndi Max Smith gjuan për 3, nuk shënon. Kapet topi përsëri. Kësera dhe nga Marvin Prodoni. Edge gjuan për 3, ka shënuar 2-3, shënon edhe këtë. Lojtari cili është duke bërë dallimin në këtë takim. 17 pikë nga treshja e tretë nga 4 gjuajtje. Green Jr. në pjesë të lyer
Pasimi shkon për Williams. Blokohet aty. Zekici. Mbrojtja mirë e Beslidjes. Ja, shojmë edhe njerë, 17 pik nga e 4 kërcime dhe një asistim, pjesën ndërmuese të pikëve të shënuara, Age nga quajtje të jashtë perimetrit. Wendell Green, Juan nuk shënon, por do të ketë 2 të lira. Foul nga Leon Alimoni. Personale e tij e dytë. Nuk shënon të dytën, Green Jr. 60 me 70. Prodani. Kërkon lëvizjen vazhditarëve. Në saktësisht nga Age. Quan për 3. Kaseron nuk shënon. Ka betove nga Max Smith. Smith. Vendoset, quan për 3. Smith nuk ka pik. Më i larti. Hajdari. Joshua, Age. Pasimi për Prodonin, Max Smith. Jo shfutën në cilindër, mbrojtja e mirë nga Max Smith. Sjell topin për Wendell Green, i cili bllokohet kësaj radhe. Të dy trajnerët inkuadrojnë në qendrat në lojë. Weeks për Beslidjen dhe Eric Copes për ekipin e Bashkimit. Copes me 4 personale. Ndërkohë që Weeks ka 2 personale. Wendell Green, Altin Morina, pasimi për Sami Zekicin. Cili topin jashtë, Dirk Williams për 3, është i sakt. Afron rezultatin, gjatë 3-7-10. Prodani, Altin Morina, bën faul. Legohet Alimoni. Dhe inkuadrojnë në lojë Marcelius Carrick. Carrick. Prodani. Prodani për Weeks. Mbetet i pambuluar dhe të shojmë. Ka bërë hapat. Pikët nuk pranohen. Gjatë 3-7-10. Wendell Green. Green, Dirk Williams, Wendell Green, Altin Morina, Green, Morina, nuk ka korridor për të depërtuar. Wendell Green, gjuan për 3, nuk shënon. Copes, kap topin, por jo për ta bërë posedimin e topit. Shtyr topin para për Age, i cili është i vetmuar në sulm, do të pret zbritjen e bashkë lojtarëve. Prodani, përsëri Age. Kësaro në depërtim, zjetë topin jashtë. Ik topin nga dora për një qast, Age për Weeks. Dhe pik të reja për Beslidjen. Weeks. Në pikin e 14 të ti. Morina. Zekici. Altin Morina. Dirk Williams. Foul. Nga Xander Bowers.
Personalja ti e tret. Dhe me kënd. Dhime të vazhdueshme në radhët e ekipit të Beslidis. Trodani largohet, Hysa inkuadrohet. Alti Morina, pasimi gabuar. Hysa, Bowers nga këndi, H. Gjuan, nuk shënon. Topi, i cili përfundon në duar të Bowers e mundësia dhe për Beslidin, nga tronë 2 lojtarë të bashkimit në kërkim të atij posedimit të topit. Mbrojtja e mirë nga Copes. Morina, Williams, Max Smith, Wendell dhe ka 3 gjojtje të lira. Wendell Green Jr. gjendet mirë në atë pozitë jo të lehtë. Tre gjujtje të lira. Wendell Green me 15 pik. Ka të 2 nga vija gjujtjeve lira për Wendell Green. I saktë gjujtjen e parë. Shënano të dytën, gjatë e 5 me 7-2. Pa të lashën në këtë vizit, Wendell Green, 18 pikë për të, 6-6-7-2. Persing që tërfushës nga lojtarët e bashkimit, kjo ka qëllim për të konsumuar kohën dhe lënë më pak kohë për të organizuar gjuajtja për 3. Carrick, 6-6, 7-5. Bloko nga Bowers. Shojmë anja Wendell Green në kërkim të asaj treshës. Blokohet nga Xander Bowers, me të cilin si duket gjithçka është në rregull. Hysa, Carrick, Weeks për H. Carrick kërkon blok. Carrick vazhdon depërtimin e tij, dalet, pasimi është për H, pasimi për playmakerin dhe aksion në perfekcion duhet thënë nga Beslidja. 6-6, 7-7, 19 pikë përsi ja dhe një Bowers me këtë asistim. Playmakeri buzëvis fundore bën pranimin e topit dhe shënon pikën e 7-7 për Beslidjen, ndërkohë që të 17-ën personale. Hey, on the press! If the ball goes in, Josh put the ball inside. X, set screen for Hysa, back, and cut. G, you are here. We have side middle back. Opposite ball is up here. If they go back, we go shoulder. If they go shoulder.
5 minuta 15 sekonda. E përsi për 11 pikësh për musafirët. Dirk Williams për Wendell Green Jr. Kërkon blok nga Eric Copes. Dirk Williams për 3 është i sakt. Williams gjatën mund 77. Wendell Green Jr. Apo jo, Bunjaku. Të shojmë madhje. Kjo është e treshja nga Williams. Edge për Boas quajtja nuk ka pikë, kapet opi nga Weeks, rëmbehet nga Wendell Jr. Alti Morina bën pasimi i tepruar kësaj radhe. Wendell Green Morina për 3. Morina nuk shënon. Eric Copes jo. Bowles për Carrick. Përsëri Carrick. Marcelius Carrick për Weeks. Diagonale, Edge për Gjuan për 3. Dhe shënon 17 pikë treshja e 5. Topi rëmbyer, i cili nuk kompletohet. Edhe njerë nga këndi. Kësaj radhe. Qarës 19-10, 3 minuta 42 sekonda deri në fund. Wendell Green, Dirk Williams, Green, Williams përsëri. Ka bërë hapat. Boas. Edge. Carrick. Natyrisht tashmë musafirët do të shkojnë në aksion të gjatë, nuk ka nevojë të ngutën, kanë përsi prej 11 pikësh. Weeks, Boas. Për Weeks, pikë të lehta. Gjatën më. 82, 13 plus. Vetëm edhe 3 minuta 14 sekonda deri në fund të këtij takimit. Green Jr., Williams, Eric Copes, Williams, Green, Valem Bunjaku për 3, nuk shënon. Topi kontrollohet nga Xander Boas.
Ata do t'jetë shumë vështirë, por mos të thënë e pamundur për bashkimin. Hysa, foul nga Wendell Green Jr. Carrick Ball për 2, nuk shënon, ka për topi, por ishte lojtari Beslidjes i cili ka prekur atë topi fundit. Wendell Green Jr. shkon deri në fund, nuk shënon. Weeks për Eddie Hysa. Joshua Hysa. Nga këndi për 3 një tjetër tentim, por jo i sakt. 2 minuta saksisht deri në fund të këtij largimi. Wendell Green gjen Williamson dhe pret ai top. Bowles në ka time-out kërkuar nga kryetrajneri i ekipit të Beslidjes. Apo jo? Si pari është ndrim. Eric Copes largohet nga loja. Në vend të tij ku duhet të Zekici, si dhe Wendell Green lëshon fushën dhe vend për Max Smith. Timorina, Zekici, Bunjaku, për 3, nuk shënon. Më i larti Bowers, tashme siguri mund të themi që Beslidja do të bëjë edhe fitoren e radhës në ligën unike. Kujtojmë kryeson tabelën e grupit A me 3 fitore, tash do të ketë 4 fitore dhe vetëm 1 humbje. Williams gjuan për 3 dhe shënon. Kemi time out. Ku kam mbetur 1 minutë e 19 sekonda. 1 minutë pushim kërkuar nga ekipi Moshafer. 72-82. Hysa për Carrick. H për sëri Hysa. Hysa nga këndi për 3 Gjojtja, e cila nuk hyn, ka përdopi për sëri nga Carrick, mundësia e 2, 14 sekonda dhe kjo e dëshiron ekipi i Beslidjes më shumë se sa pikë të shënuar. Hysa shkon vetë deri në fund dhe shënon në një solo depërtim. 72-84, Max Smith edhe ky shënon. 74 me 84. Carrick. Eddie Hysa. Rojtja mirë nga Dirk Williams. Nuk të bëjë shumë dallim kjo. Donë se shënon me N1.
Dirk Williams 76-84, do të ketë edhe një gjuajtje të lirë. Dhe kemi challenge nga kryetaneri i ekipit të bashkimit, Sasha Jankovic, duke kërkuar të mos ai faulli ishte jo sportiv. Është një faul i rëndomt. Kemi vetëm një gjuajtje të lirë për Dirk Williams. Williams me 19 pikë të shënuar, 6 kërcime dhe 1 asistim. Nuk shënon në gjytin shtesë, Punjaku kap topin, por Bauës është më i suksesshëm. Edge ka bartu topin. Ka 14.2 sekonda deri në fund. Zekici, Morina. Dirk Williams, gjuan për 3, Williams i shkurt. Ka për topi nga Hysa. Dhe këtu përfundon ky takim të nderuar shikues, Bestirja fiton në Prizren me rezultat 84-76 një fitore plotësisht e merituar e musafirëve. Të nderuar shikues, kjo do të jetë të rangane këtu në sallën e Sezai Surojit në Prizren, ndërkohë që besoj do të kemi edhe intervistat e trajnerëve për kat pas pak. Dhe kemi shikues të nderuar, jemi përsëri në sallën e Sezai Suroj, me neve është kryetaneri i ekipit të Bestlidhjes, zotëri Bilalli. Së pari mirëseardhje në Prizren,
Një tjetër shkodron në mesin tonë. Po. Fitoria plotësisht e merituar. Si e pet? Faleminderit për mikpritjen. Realisht e kishim menu që neshja me bashkimin është vështirë, kuptohet edhe për vetë renditin që ka bashkimi në Ligën e Kosovës, por gjatë gjithë këtyne ditëve kena menu se si me fitu ndaj bashkimit, edhe sot plani funksionoi totalisht, dhe me thonë duke dominu në pejnt, dhe me thonë arritme me shfrytzu pikat tona më të forta, në mënyrë që të marrim avantazh ndaj bashkimit, dhe sot ja dolme falë Zotit edhe funksionoi. Jam shumë i lumtur për këtë pjesë. Jeni të pamposhtë, për sa 5-6 lojë, 5 lojë të fundit në Ligën Në Shqipëri s'kena asnjë humbje. Asnjë humbje. 15. Ka një ekip për histori modeste, themi ashtu, suksesin më të madhe keni arritur çdo 2 vite të fundit. Pas 30 viteve jeni promuar në elitën e basketbollit shqiptar. E vërtet. Si po ndiheni? Shiko, mënyra se si është strukturuar ekipi i Beslidhjes realisht është për të marrë shembull në Shqipëri. Nuk i lën asnjë gjë mangut ekipeve të Kosovës, të cilat dihet më për organizimin që kanë dhe për mbështetjen që kanë. E vetëm gjë që na mungon ne si Beslidhje në qytetin e Lezhës është palestra, e cila shumë shpejt do bëhet nga kryetari i bashkisë. Por realisht këto 2 vite kena punu si profesionist, dhe si shife dhe rezultatet Ligën Unike kanë vërtetuar domethënë këtë lloj organizimi dhe këtë lloj performance, kuptohet, falë dhe menaxhmentit mirë që ka ekipi. Trajner, faleminderit shumë edhe një herë urime për fitoren, sukses të ardhme dhe mirupafshim. Faleminderit. Natën mirë, rrugë mbarë. Ky është ky trajneri i ekipit të Beslidhjes, zotëri Bilalli, të nderuar shikues, dhe ishte mjaft i qartë me atë se si e ka pa këtë lojë dhe në çfarë drejtimi është duke shkuar ekipi nga Lezhë. Shpresojmë që pas pak do ta kemi edhe kryetarënin e ekipit të bashkimit. Rikthehemi shikues të nderuar, tash me neve është kryetarëri i ekipit të Prizrenit, bashkimit. Coach, what was missing? Can we say McInnes was a big reason because you couldn't resist more? First of all, we have problem. Okay, McInnes, we lose him on some longer time. Today we stay without Layson, who is really important, our player, domestic and especially under the basket. We are first time in this situation, even we didn't have time for practice in this lineup, so today it was some improvisation. How you saw, we need to play a lot of time in the game with 4 small guys. Then we have problem on the rebounds. But for me, this is not the biggest problem. Opponent play really good. They play zone all of the game, and we just decide everybody to shoot 3 points. Even our tactics was to attack the lines, attack the deep, find kick out, find some points under the basket, and we shoot 44 3 points like we are some Golden State Warriors. So if you have a great day, then it's okay. But when you don't have it, you need to find another solution. We are in tough spot now because, we stay without McInnes, who was our first center guy who can we count that he will have 10, 15, 20 rebounds, have some blocks, have some easy points under the basket. Now, in a short time, each 3 days going a game, we need to find solution how to play in this lineup, new lineup, and hope so that Layson will come back and be ready for Sunday to help us. You as a coach, you need to reorganize your team now. Especially because I'm referring again to the game in a pain, which will lack in quality because of the lack of one of the best players in the league, not only at Bashkim McInnes. So, I mean, I don't want to go into too much, but what's your plan?
Yeah. with the roster that you have? We had one defensive system with ex-coach before I came, so I didn't have time to change something. But now, starting from yesterday, we started doing that, so we will need some time. Of course, how you said, one of the best center in the league, we miss him. We can count on his defense and blocks and everything. Now we don't have that. So we need to find solution. We need to work. I just want to thank fans that they came here and help us. For sure, this will need some time now because, how you see everybody, we have only one center. When he have foul troubles or he don't play good, we need to go in a small lineup, and then in defense we have some disadvantage. In offense we can play faster, we can attack opponents, but it will need time that everything sit on right place. Coach, thank you very much for your time, and I wish you all the best. Success for the future. Thank you. very Have a nice much. evening. Thank you. Good night. Ky është kryetaneri i ekipit të Bashkimit, të nderuar shikues, natyrisht I pak kënaqur me faktin së pari, e theksoj faktin që gjuhëtit jashtë perimetrit ishin tej mase dhe natyrisht në mbrëmjen kur të ecë gjuhëtja jashtë perimetrit është në rregull, po bëri një diagonal, duke thënë ne Bashkimi nuk jemi ekipi Golden State Warriors për të shfrytzuar, për të gjuajtur apo patur aq shumë tentime jashtë perimetrit, ndërsa në pyetjen e dytë se sa ishte mungesa e qendrës me Kinis, natyrisht e theksoj faktin që jo e vogël, e madhe, dhe në pyetjen e tretë se çfarë plani ka për të ardhmen, duke ditur që tashmë pozicioni I 5 apo I qendrës është disi I limituar për ekipin e Bashkimit, tha natyrisht që ne duhet të stabilizohemi dhe të riorganizohemi në atë aspekt. Të nderuar shikues, kjo është e tëra nga ne në sala e Sezai Surojit në Prizren. Ju dëshirojmë një mbrëmje të këndshme dhe mirupafshim në transmetimet tona të radhës.